përgjim. Institucioni janë njerëzit që janë brenda, nuk është godina. Si janë muret, apo zyrat. Janë njerëzit. Këta njerëzit që janë brenda. As kompjuter. Janë njerëzit. Rezi, më fal vetëm për të bërë një saktësim, për ta thjeshtëzuar këtë që sapo the. Do me thënë, Akshi është banka ku mban të gjitha të dhënat e shtetit shqiptar, të shtetasve shqiptar, pra është banka ku edhe bankat janë të ruajtura brenda. Apo bankat kanë sistem tjetër, së fundmi janë detyruar dhe bankat të bëjnë pjesë. U detyrua njëra prej bankave, faktikisht. Është detyruar disa, që... jo, për e Nëse, po, vazhdojmë Rezi. Dhe në këtë sens... Pra është banka e të dhënave të gjithë qytetarëve dhe të shtetit shqiptar. Këta njerëzit që kishin për detyrë, nuk është se bën një veprim të thjesht që prishin një procedurë prokurimi, dhanë një tender, u korruptuan për një tender. Se kjo është një gjë, po themi ndodh, po e pranojmë. Një zyrtar i dobësohet zemra, i duhen ca para dhe korruptohet për një procedurë tenderimi. Ky nuk është korrupsion. Ky është mekanizëm i sofistikuar deformimi në mënyrë të vazhdueshme, që do të thotë është vjedhur në mënyrë të vazhdueshme në të njëjtën skemë, nga të njëjtët persona me të njëjtin qëllim. Dhe ky është ajo që ka provuar Spaku. Dhe problemi pse ndërtohet grupi struktural kriminal, sepse po të shikosh